Uji për rrenjve dhe ilumenve ka marrë jetën e 2 personave gjatë 24 orëve të fundit në vend. Xhemal Zhuku, i cili prej ditës së shtunë ishte i shpallur i humbur, është gjetur pa shenja jete mëngjesin e së dielës rreth orës 8 në afërsi të kthesës së Cerujës në territorin e bashkisë Klos. Sipas burimeve, Zhuku kishte dalë nga banesa e tij një ditë më parë për të kryer vizita me rastin e festave të vitit të ri. Bashkëshortja ka deklaruar se kontakti i fundit me të ndjerin ka qenë rreth orës 14:30 të ditës së dieshme dhe pas humbjes së kontakteve ka bërë menjëherë denoncim në polici. Policia nisi kërkime që prej ditës së dieshme në bashkëpunim me familjarë dhe banorë të zonës duke u fokusuar tek fshatrat e bashkisë Klos, ku Zhuku kishte qenë për vizita. Trupi i pajet u gjet mëngjesin së dielës nga shërbimet e policisë. Dyshohet se i ndjeri ka tentuar të kalojë një rrugë në zonë, por është marrë nga rrjedha e ujit, e cila më pas e ka bashkuar me lumin mat. Ndërkohë, një tjetër ngjarje e rëndë është shënuar më herët në fshatin Selit Mal, Zallbastar, ku një shtetase rreth 44 vjeçe dyshohet se ka humbur jetën pasi është marrë nga rrjedha e lumit gjatë tentativës për ta kaluar atë. Trupi i pajet i saj është gjetur dhe nxjerr nga uji, ndërsa grupi hetimor po vjon veprimet procedurale për zbardhjen e plotë të rastit.